Kur iranianët grihen, regjimi nuk përgjigjet vetëm me plumbave burgje. Ai gjithashtu përgjigjet me diçka më të qetë dhe shpesh herë më efektive: dezinformimi. Një nga taktikat më cinike të Teheranit është të rrëmbej pamjet e protestave dhe të shtyjë një histori të rreme se iranianët po kërkojnë rikthimin e monarkisë. Epoka e dinastisë Pahlavi. Për ta bërë këtë narrativ të besueshme, regjimi përdor slogane të inskenuara, provokator të infiltruar dhe video të manipuluara, pastaj mbush internetin me rezultatin. Sipas aktivistëve dhe dëshmitarëve okular, forcat e lidhura me regjimin, shpesh milicia Basi, dërgohen në demonstrata të veshur me rroba civile. Ata nxisin thirrje pro-monarkisë si Reza Shah, të qofti bekuar shpirti, ose Roft Shau, pastaj regjistrojnë momentin nga këndi më i mirë, sikur të përfaqësoj gjithë turmën. Pamjet që përputhen me narrativën e monarkisë promovohen agresivisht online, ndonjëherë përmes rrjeteve të koordinuara. Në të njëjtën kohë, disa kanale satelitore dhe faqe të rrjeteve sociale pro-monarkisë jashtë Iranit i rishpërndajnë këto video vazhdimisht, duke i paraqitur ato si provë se Irani ka vetëm dy mundësi: teokracinë e sotme ose monarkinë e djeshme. Ekziston edhe një metodë tjetër: të merren video të vërteta protestash dhe të zëvendësohet zëri. Dhjetra klipe kanë qarkulluar, me mbi vendosja audio që pretendojnë se turmat po brohorasin për monarkinë, kur zëri origjinal tregon një histori tjetër. Kjo nuk është thjesht redaktim, është trillim. Shtohet një këngë e re zanore dhe videoja ripostohet si provë, e projektuar për të mashtruar shikuesit që nuk mund ta verifikojnë bëllimin. Brown. Muajin e kanuar, kur X, më parë Twitter, zbuloi publikisht të dhënat e vendodhjes së llogarisë, u bë qartë se mijëra llogarita ashtu quajtura monarkiste të linjës së ashpër ishin në fakt llogari të rreme të lidhura me regjimin iranian. Llogari që kishin përmbytur mediat sociale me slogane pro-monarkisë. Gjatë kryengritjes së vitit 2022, pasi njerëzit kuptuan taktikën e regjimit për të shtyrë narrativa pro-monarkiste për të devijuar protestat, një nga sloganet përcaktuese të lëvizjes e bëri refuzimin tërësisht të qartë. Vdekje shtypsit, qoftë shahu apo udhëheqësi suprem. Në javët e fundit, me ngjarje sportive në Azerbajxhan dhe në provincat e tjera, turma kanë brohoritur hapur kundër diktaturës së Pahlavit. Duke përfshirë slogane si Azerbajxhani ka nder, Pahlavi nuk ka nder.
Kjo është një nder i vërtet. Kjo është një nder i madh dhe i rëndësishëm. Ky është një nder i jashtëzakonshëm dhe shumë i madh. Kjo është nder e madhe. Kjo është vërtet një nder e jashtëzakonshme. Kjo është një mundësi e shkëlqyer dhe e re për ne. Duam të jemi të sinqert. Azerbajxhani është i ngëshëm. Allavi është i ndershëm. Azerbajxhani është i njëshëm. Ne duam të jemi të ndershëm. Azerbajxhani është i njëshëm. Ne duam të jemi të ndeshëm. Këto nuk janë fjalët e një kombi që dëshiron monarkin. Janë fjalët e njerëzve që kanë jetuar në tirani dhe nuk pranojnë të kthehen më aty. Si të shkroi së fundmi një protestues në Teheran në një mur, Pahlavi është Zëvenci Khameneit,